Fundi i botës, shenjat e vogla dhe të mëdha të kiametit, Mesihu Dejjal. Allahu i lartë madhëruar krijon çdo doje dhe nga shenjat e kiametit na tregon padyshim ato që ai vetë dëshiron. Prej shenjave të para që duam të trajtojmë në këtë kapitull është Mesihu Dejjal. Konkretisht do të përqendrohemi në këto pika. Kush është Mesihu Dejjal? A ekziston ai në ditët tona? A e ka parë atë dikush më parë? Cilat janë cilësitë e tij? Cilat janë shkaqet që në daljen e tij? Cili është hidhërimi më i madh që do të zemrojë atë? Cilat janë besimet e gabuara në lidhje me të? Kush është Dejjali? Dejjali është një burr prej bijve të Ademit, të cilit Allahu i lartë madhërisëm i ka dhënë disa fuqi që nuk i kanë njerëzit e tjerë. Allahu ja ka mundsuar atij një gjë të tillë për të vënë në provë imanin e njerëzve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tërhequr vëmendjen që të jemi të kujdesshëm, të ruhemi dhe të mos e pasojmë atë në lajthitjen e tij. Gjithashtu ai sallallahu alaihi wasallam na ka lajmëruar edhe për virtytet e tij trupore dhe morale. Ne do të flasim këtu për Dejjalin sepse dituria mbi një gjë është më e mirë se padituria rreth saj. Udhejfe ibnul Yemani radiallahu anhu e pyeste të dërguarin Allahut sallallahu alaihi wasallam për të keqen, nga frika që të mos i ndodhte atij, që të mos binte në të. Dejjali është fitneja, sprova më e madhe prej së cilës u friksua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për umetin e vet. Ai u tërhoqi vërejtjen, i friksoi dhe i paralajmëroi ata për të dyshimtat dhe sprovat që do të paraqiten me Dejjalin dhe se ai do të pretendojë se është Zoti i botëve. Nëse ne i mësojmë cilësitë e Dejjalit dhe rrugët e shpëtimit prej tij, Allahu do të na mbrojë nga e keqja e tij. Emërtimi i tij si Mesihu Dejjal. Dejjali është quajtur Mesih, sepse syri i tij i majt është i fshirë. Ai është qorr dhe shikon vetëm se nëpërmjet njërit sy. Po ashtu është thënë se është quajtur Mesih, për shkak se ai do të shkelë të gjithë tokën dhe do të ecë në çdo cep të saj. Gjithashtu thuhet se njëra anë e fytyrës së tij nuk ka as sy, as vetull. Kurse emrin Dejjal e ka marrë për arsye se ai ka të bëjë me ngatarimin e diçkaje me një gjë tjetër. Arabisht Dejjelle, nëpërmjet së cilës nënkupton se ai mbulon, përshtjell dhe mashtron. Dejjali është gënjeshtari më i madh dhe mashtruesi më i rrezikshëm që do të shihet ndonjëherë në sipërfaqen e tokës. Çfarë pretendon Dejjali? Dejjali do të pretendojë se është Zoti i botëve. Ai do t'i ftojë njerëzit që të besojnë në këtë. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: Dejjali është qorr, ndërsa Zoti juaj nuk është qorr. Ai do të paraqitet me gjëra të dyshimta dhe hile, me të cilat do të sprovojë njerëzit. Ngjarja e Ibn Sayadit. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në Medinë, jetonte një djalosh çifut, i cili njihej si Ibn Sayadi. Çështja e tij i përngjasoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ai që në mëdyshje se a është ai Dejjali apo jo. Ndërmjet tij dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndodhi një ngjarje, detajet e së cilës po i përmendim më poshtë. Nga Abdullah ibn Umeri radiallahu anhu, përcillet se Umer ibnul Katabi radiallahu anhu shkoi me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam me disa të tjerë tek Ibn Sayadi. Ata e gjetën atë duke luajtur me disa fëmijë në kullën e Ibn Magales. Ibn Sayadi ishte pranë moshës së pubertitetit, rreth 15 vjeç. Ai nuk i hetoi ata, derisa i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e qëlloi me dorën e tij mbi shpatulla. Më pas i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha Ibn Sayadit: "A dëshmon se un jam i dërguari i Allahut?" Ibn Sayadi vështroi drejt tij dhe tha: "Unë dëshmoj se ti je i dërguari i analfabetëve." Pastaj vazhdoi: "A dëshmon ti se unë jam i dërguari i Allahut?" Profeti sallallahu alaihi wasallam e refuzoi këtë dhe tha: "Unë besoj Allahun dhe të dërguarin e tij." Mëtej,
Ai sallallahu alaihi wasallam i tha: "Çfarë shikon?" Ibn Sajadi u përgjigj: "Mua më vijnë njoftime të vërteta dhe të rreme." I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ja ktheu gjërat të janë ngatëruar dhe i tha: "Unë po mbaj diçka të fshehtë për ty." Ibn Sajadi i tha: "Ai është Duk." Atëri i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ja ktheu përsëri: "Herë se ti nuk e tekalon dot nivelin tënd." Ndërsa Umer ibn Khatabi, që ishte aty, tha: "O i dërguari Allahut, më lejo t'ja pres qafën." Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha atij: "Nëse është ai Dejjali, ti nuk mund ta vrasësh. Domethënë, nëse Ibn Sajadi është Dejjali, ti nuk do të mundesh ta vrasësh, sepse Allahu ka caktuar dhe ka vendosur që atë ta vras Isai, biri i Merjemes alayhis salam, pasi të zbres. Dhe nëse nuk është ai, atëherë ti nuk ke ndonjë dobi që ta vrasësh atë." Salim ibn Abdullah transmeton: "E kam dëgjuar Abdullah ibn Umerin radiallahu anhu duke thënë: Pastaj i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam bashkë me Ubej ibn Kabin shkuan tek palmat në të cilat ndodhej Ibn Sajadi. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam po fshihej pas trungjeve të palmave, duke u përpjekur që të dëgjonte diçka prej Ibn Sajadit përpara se ai ta shinte. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pa atë të shtrirë mbi një shtrat prej pellushi dhe murmuriste diçka. Nëna e Ibn Sajadit e pa të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke u fshehur pas trungjeve të palmave dhe i tha Ibn Sajadit: "O Saf, ky është emri i Ibn Sajadit. Shi, ky është Muhamedi." Ibn Sajadi u nxe dhe i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "Sikur ta kishte lënë, do të bëhej e qartë." Nga Ebu Seid el-Khudriu radiallahu anhu përcillet se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekri dhe Umeri e takuan Ibn Sajadin në rrugët e Medines. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha atij: "A dëshmon se unë jam i dërguari i Allahut?" Ai tha: "A dëshmon ti se unë jam i dërguari i Allahut?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Unë besoj Allahun, me legët e tij dhe librat e tij. Çfarë sheh?" Ai u përgjigj: "Unë shoh një fron mbi ujë." I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "Ti sheh fronin e iblisit mbi det. Çfarë sheh tjetër?" Ai tha: "Unë shoh dy të sinqert dhe një gënjeshtar, ose dy gënjeshtare dhe një të sinqert." Atëherë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "Atij është përshtjell çështja, ndaj lëreni." Po nga Ebu Seid el-Khudriu radiallahu anhu përcillet se ne ishim nisur për të kryer haxhin dhe umren dhe bashkë me ne ishte edhe Ibn Sajadi. Kur vendosëm të pushonim në një vend dhe njerëzit u shpërndan, unë mbeta vetëm me të. Në atë moment ndjeva një mërzi të madhe për shkak të asaj që thuhej rreth tij. Ai erdhi dhe i vendosi plaçkat e tij bashkë me të mia. Unë i thash: "Vërtet, bën shumë vap. Sikur ti vendosësh plaçkat e tua tek ajo pema." Dhe ai ashtu bëri. Pranë nesh u shfaq një tufë delesh. Ai shkoi te ato dhe erdhi me një tas të madh me qumësht. Pas gjati tasin dhe tha: "O Ebu Seid, pi." I thash: "Vapa është e madhe dhe qumshti është i nxehtë." Unë e thash këtë sepse nuk më pëlqente të pija prej dorës së tij. Ose tha: "Nuk më pëlqente të merrja prej dorës së tij." Atëherë Ibn Sajadi tha: "O Ebu Seid, unë jam matur të marr një litar, ta lidh në pemë dhe të mbys veten për ato që thon njerëzit rreth meje. O Ebu Seid, nëse hadithi të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk dihet prej të tjerëve, ai nuk mund të jeti pa njohur për ju ensarët. A nuk je ti prej njerëzve më të ditur rreth haditheve të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam? A nuk ka thënë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam se ai është steril, që nuk lind dot fëmijë, ndërsa unë kam lënë djalin tim në Medinë?
A nuk ka thënë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam se ai nuk hyn dot në Medinë dhe as në Mekë, ndërsa unë po vi nga Medina e po shkoj në Mekë. Atëherë Ebu Seid el-Kudru tha: pas gjitha asaj çka dëgjova për pak sa desh e justifikova. Pastaj Ibn Sajadi shtoi: për Allahun unë e njoh atë, e di se kur ka lindur dhe e di se ku ndodhet ai tani, domethënë Dexhali. Atëherë Ebu Seidi tha: ushka të rrofsh brenda ditës. Thënia më e saktë prej fjalëve të dietarëve është se Ibn Sajadi nuk është Mesihu Dexhal, por ai është një mashtrues edhe një Dexhal prej Dexhalëve. Ai ishte magjistar, i vinin shejtanët dhe lajmëronin për shumë çështje. Sipas ndodhive me Ebu Seid el-Kudriun dhe me të tjerët gjatë fundit të jetës së Ibn Sajadit, nxjerrim si rezultat se ai është penduar dhe gjendja e tij është rregulluar. Allahu e di më së miri. Urtësia e mospërmendjes së Dexhalit në Kur'an. Dexhali është sprova më e madhe prej së cilës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u friksua për ummetin e tij. Për këtë arsye, të gjithë pejgamberët ja kanë tërhequr vërejtjen ummetit të tyre nga intrigat e Dexhalit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka urdhëruar që të kërkojmë mbrojtje prej provës së Dexhalit në fundin e çdo namazi. Allahu i madhëruar ka përmendur në Kur'an disa prej shenjave të vogla dhe të mëdha të Kiametit, sikurse qarja e hënës, i lartësuar i thot: u afrua Kiameti dhe hëna u qarë. Kemer 1. Jexhuxhët dhe Maxhuxhët, derisa tu hapet dera Jexhuxhëve dhe Maxhuxhëve dhe të vërshojnë nga çdo humner. Enbiya 96, si dhe shenja të tjera. Megjithatë, Allahu i lartësuar nuk e ka përmendur Dexhalin me emër të drejt për drejt në Kur'an. Cila është urtësia në këtë? Për këtë janë përmendur disa arsye. E para prej tyre është se ai është përmendur në fjalën e Allahut të madhëruar. Ata presin ditë që do t'u vinë disa ajete, shenja të Zotit tënd. Asnjë njeriu nuk i bën dobi besimi nëse nuk ka besuar më parë. An'am 158. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kur të paraqiten 3 gjëra, atëherë askujt nuk do t'i bëj dobi besimi i tij nëse nuk ka besuar më parë. Dexhali, kafsha dhe lindja e diellit nga perëndimi. E dyta sepse kemi shenjë të caktuar në Kur'an, në tregimin për zbritjen e Isait, birit të Merjemes, në fjalën e Allahut të lartësuar. Nuk ka ndonjë njeri prej ehli kitabëve që të mos i besojë atij Isait përpara se ai të vdes. Nisa 159. Dhe në fjalën e të lartësuarit: kur ju përmend popullit tënd si shembull biri i Merjemes, ata brohoritën dhe thanë: a janë më të mirë zotat tanë apo ai? Ata nuk të thanë atë vetëm si polemik, por ata janë njerëz nga të rrestar. Ai Isai ka qenë vetëm një rob, të cilin e bëm pejgamber dhe e bëm shembull të jashtëzakonshëm si përvojë për Beni Izrailët. Po sikur të duam ne, do të bënim prej jush ëngjëj që do t'ju zëvendësonin në tokë. E ai Isai është parashenjë e momentit e Kiametit, pra kurse si mos dyshoni në të, në katastrofë. Dhe ejani pas meje, kjo është rruga e drejtë. Zukruf 57:61. Është vërtetuar se Isai a.s. do ta vrasë Dexhalin, prandaj kur bëhet fjalë për Isain a.s. flitet edhe për Dexhalin. Hadithe të cilat flasin se dalja e Dexhalit është prej shenjave të Kiametit. Nga Hudhejfe ibn Useid el-Ghifari radiallahu anhu, përcillet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Kiameti nuk do të bëhet derisa të shihni përpara tij 10 shenja: tymi, Dexhali, kafsha, lindja e diellit nga perëndimi. Nga Ebu Hurajra radiallahu anhu, përcillet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kur të paraqiten 3 gjëra, atëherë askujt nuk do t'i bëj dobi besimi i tij, nëse nuk ka besuar më parë ose nuk ka bërë ndonjë të mirë me besimin e tij, lindja e diellit nga perëndimi, Dexhali dhe kafsha e tokës. Dexhali në përgjithësi është sprova më e madhe që do të ekzistojë mbi faqen e dheut. Nga Imran ibn Husaini radiallahu anhu, përcillet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë:
ndërmjet krijimit të Ademit edhe orës së Kiametit, nuk ka njeri më të madh se Dexhali, ndërsa sipas një transmetimi qëndron. Nuk ka çështje më të madhe se ajo e Dexhalit. Nga Ibn Umeri radiallahu anhu, përcillet se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam u ngrit në një rast para njerëzve, e falenderoi Allahun ashtu si i takon atij. Pastaj përmendi Dexhalin e tha: "Unë ju këshilloj dhe u atërheq vërejtjen për të, dhe nuk ka pasur asnjë pejgamber që të mos ja ketë tërhequr vërejtjen popullit të tij për të. Mirëpo unë po u them atë që asnjë pejgamber përpara meje nuk ja ka thënë popullit vet: ai është qorr, ndërsa Allahu i lartësuar nuk është qorr." Nga Newas ibn Seman radiallahu anhu, përcillet se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Unë për ju nuk friksohem nga diçka tjetër veç Dexhalit. Nëse nuk del, kur të jem unë ndërmjet jush, do dialogoj me të e do ta mposht për çdo musliman. Nëse del pas meje, atëherë çdo musliman të dialogoj me të e të përpiqet ta mposht për veten e tij, nëse i del përpara. Allahu është ai që do ta ruaj çdo musliman pas meje, domethënë pas vdekjes sime. Ngjarjet që do të ndodhin para se të dalë Dexhali." Nga Nafi ibn Utbeh ibn Ebi Uekas radiallahu anhu, përcillet se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ju do të luftoni kundër gadishullit arabike dhe Allahu do t'ju jap fitore. Pastaj do të luftoni kundër persëve dhe Allahu do t'ju jap fitore. Pastaj do të luftoni kundër romakëve dhe Allahu do t'ju jap fitore. Pastaj do të luftoni kundër Dexhalit dhe Allahu do t'ju jap fitore, e ju do të çliroheni prej tij." Domethënë do të çlironi vendin në të cilin ndodhet Dexhali dhe do të triumfoni kundër popullit i cili është me të. Nga Muadh ibn Jebel radiallahu anhu, përcillet se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ndërtimi i shtëpisë së shenjtë, Kudsit, është shkatërimi i Ethribit, Medinës. Pas shkatërimit të Medinës pason Kasapana, betejë e përgjakshme. Ndodhja e Kasapanës është lirimi i Konstantinopojës, e pas lirimit të Konstantinopojës pason dalja, paraqitja e Dexhalit. Para se të dalë Dexhali, do të shtohen luftrat ndërmjet muslimanëve dhe romakëve të krishterë dhe muslimanët do të triumfojnë kundër tyre." Nga Dhi Mahmer, njëri prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përcillet se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Me romakët do të arrini marrëveshje për sigurinë. Pastaj do të luftoni kundër një armiku të përbashkët që do të jetë pas jush dhe do të fitoni. Do të arrini plaçk të luftës dhe do të jeni në paqe. Pastaj do të rriqeni deri tek një livadh bregor ku njëri prej të krishterëve do të ngrej kryqin duke bërtitur. Fitoi kryqi. Kjo do të hidhërojë një musliman dhe ai do të ngrihet edhe do ta godas atë i cili bërtiti. Atë romakët do të kthehen edhe do të përgatiten që të mblidhen për Kasapanën." Disa e kanë shtuar edhe këtë tekst hadithit. Muslimanët lahen, marrin armët e tyre dhe Allahu do ta nderojë këtë grup prej tyre me rënien dëshmor në rrugë të Allahut. Në një hadith tjetër kjo betejë përshkruhet me detaje. Nga Ebu Hurejre radiallahu anhu, përcillet se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kiameti nuk do të bëhet derisa romakët të zbresin në El Amak ose në Dabik. Atyre do t'u dalë përpara një ushtri prej muslimanëve të qytetit, e cila përbëhet prej njerëzve më të mirë të tokës atë ditë. Kur të rreshtohen dy ushtrit përballë njëra tjetrës, kur të takohen romakët do të thonë: Na lini të luftojmë ata të cilët na janë zënë robër prej jush." Kjo tregon se para kësaj lufte kanë ndodhur betejë të tjera të përgjakshme ndërmjet muslimanëve dhe romakëve, dhe muslimanët kanë triumfuar. Ata kanë zënë robër në radhët e romakëve dhe të gjithë robërit janë bërë musliman e kanë dalë në xhihad për të luftuar. Muslimanët do të thonë: "Jo, për Allahun nuk u hapim rrugën e nuk ju lejojmë të luftoni vëllezërit tanë." Atëherë nis lufta dhe 1/3 prej tyre pëson disfat, domethënë prej ushtrisë së muslimanëve. Allahu nuk do t'i falë kurrë ata. 1/3 prej muslimanëve vritet dhe ata janë dëshmorët, shehidët më të mirë tek Allahu, ndërsa 1/3 e tyre triumfon. Domethënë se 1/3 e fundit do t'i çlirojë ato vende dhe do të marrë plaçkën e luftës. Nuk gjynjëzohet kurrë para turbullirave dhe pastaj çliron Konstantinopojën.
Ndërkohë që muslimanët janë duke ndarë plaçkën e luftës dhe shpatat i kanë varur në përullinj, shejtani i thërret: Mesiu, domethënë Dexhali, ka dalë pas jush në për familjet tuaja, domethënë se ai dëshiron që ti tremb dhe ti friksoj ata. Atëherë ata dalin, domethënë drejtohen për te Dexhali, por shikojnë që kjo ishte gënjeshtër. Fjala e shejtanit ishte e kot. Po kur ata arrin në Sham, Dexhali del me të vërtetë. Ngjarje të tjera që do të ndodhin para daljes së Dexhalit. Nga Ebu Umame el-Bahili, radiallahu anhu, për cilët se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: para ardhjes së Dexhalit do të ketë 3 vite të vështira. Do t'u bjerë njerëzve në to uri shumë e madhe. Në vitin e parë Allahu urdhëron qiellin që të ndalojë 1/3 e shiut dhe urdhëron tokën që të ndalojë 1/3 e bimësisë. Më pas vitin e dytë, Allahu urdhëron qiellin që të ndalojë 2/3 e shiut dhe urdhëron tokën që të ndalojë 2/3 e bimësisë. Më pas vitin e tretë, Allahu urdhëron qiellin që ta ndalojë të gjithë shiun, aq sa nuk bie asnjë pikë shi, dhe urdhëron tokën që të ndalojë të gjithë bimësinë dhe nuk mbin asgjë e gjelbër, e ngordhin të gjithë thundrakët, kafshët që kanë thundra, përveç atyre që do Allahu. Domethënë se të gjitha pemët, përveç një pakice prej tyre, do të thahen. Të pranishmit i thanë: o i dërguar, me çka do të jetojnë njerëzit në atë kohë? Ai tha: tehlili, fjala la ilaha illallah, tekbiri, fjala Allahu ekber, tezbiu, fjala subhanallah, dhe tahmidi, fjala elhamdulillah, u zëvendëson atyre ushqimin. Gjithashtu, prej gjërave që do ta paraprinjë daljen e tij janë: nga Rashid ibn Sadi, për cilët se ka thënë, kur u shlirua Istakhari, një thirrës dikush thiri: Dexhali ka dalë. Sab ibn Gjuthame i takoi ata dhe tha: nga që dëgjova këtë prej jush, po ju tregoj se e kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë: Dexhali nuk del derisa njerëzit të utohen nga përmendja e tij dhe derisa imamët ta braktisin përmendjen e tij në minberët e tyre. Cilësitë fizike të Dexhalit: është i shkurtër dhe me këmbë të lakuara, është i met në të ecur për shkak se kërcinë të këmbëve i ka larg nga njëra tjetra. Me flokë të ngatarruara, flokët nuk i ka të lëmuara dhe nuk i ka të drejta. Flokë shpesht, flokët i ka të dëndur. Një sy e ka më të dalë se tjetri dhe duket si një kokër rushi e më e dalë se të tjerat. Ai është qorr në syrin e majt, bardhosh, ballhapur, ballin e ka të gjerë, midis 2 syve të tij shkruhet KFR, Qafir, të cilën e lexon çdo besimtar, di apo nuk di të lexoj. Ai është steril dhe nuk lind dot fëmijë. Cilësitë e Dexhalit, të cilat i përmendëm më lart, mund t'i përmbledhim si vijon. Ai është një burr i shkurtër me trup të madh, kokë madh, të 2 syt i ka me të meta, syrin e djathtë ka të dalë, sikur të ishte një kokër rushi më e dalë se të tjerat, ndërsa syrin e majt e ka të mbuluar me cip. Ai është kaçurel me flokë të dëndur, lëkurën e ka të bardhë, kofshët edhe kërcint i ka të larguara nga njëra tjetra dhe midis 2 syve ka të shkruajtur Qafir, vendi nga do të dalë. Nga Ebu Bekri, radiallahu anhu, për cilët se i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Dexhali do të dalë nga një tokë në lindje, të cilës i thuhet Khorasan. Atë do ta ndjekin disa njerëz, të cilët i kanë fytyrat si mburoja të kalitura, ndërsa paraqitja dhe njohja e tij fillimisht do të jetë midis Shamit dhe Irakut. Allahu e di më së miri. Në një transmetim nga Newas ibn Semani, radiallahu anhu, për cilët se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ai do të dalë në ballafaqim me muslimanët, në një krahin mes Shamit dhe Irakut. Fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në një krahin mes Shamit dhe Irakut, do më thënë se është një vend apo rrugë ndërmjet Shamit dhe Irakut. Ngjarja me Gjesasen dhe Dexhalin, nga Amir ibn Shurahil esh-Shabi, për cilët se ai e ka pyetur Fatime bint Kajsin radiallahu anha dhe i ka thënë: më tregon një hadith të cilin e ke dëgjuar nga i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam drejt për së drejti, pa ndërmjetësinë e dikujt. Ajo tha: nëse dëshiron, unë mund ta them. Ai tha: po, më trego. Ajo tha: dëgjova zërin e thirrësit, të llallit të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam që thërriste:
Grumbullohuni të gjithë për namaz kolektiv. Unë dola për në xhami dhe u fala pas të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam në safin e parë të grave, i cili vendosej pas burrave. Kur përfundoi namazin, pejgamberi alayhi salam ul në mimber duke qeshur dhe tha: "Secili të qëndrojë në vendin e vet." Pastaj vazhdoi: "A e dini se pse ju kam mbledhur?" Të pranishmit thanë: "Allahu dhe i dërguari i tij e din më mirë." Ai sallallahu alaihi wasallam tha: "Pasha Allahun, nuk ju kam mbledhur për diçka të dëshiruar dhe as për diçka të frikshme. Por se ju grumbullova që t'ju them se Temim ed-Dari ka qenë një njeri i krishterë. Ai erdhi edhe më dha besën, u bë musliman dhe më tregoi një ngjarje që përputhet me atë që unë ua kisha treguar më përpara rreth Musiu Dejjal. Ai më tregoi se së bashku me 30 burra prej fiseve Lahm dhe Judham kishte hipur në anije. Stuia dhe valët i kishin sorollatur në përdet për një muaj rresht. Pastaj kishin arritur të ndalojnë në brigjet e një ishulli. Në të perënduar u kishin hipur varkave, kishin zbritur në ishull dhe më pas ishin futur në brëndësit ti. Atyre u kishte dalë përpara një kafshë leshatore me shumë qime, saqë për shkak të qimeve të shumta dhe të gjata, nuk ishin arritur të dallojnë se cila është pjesa e saj e përparme dhe cila është pjesa e pasme. Ata i thanë: "Mirë për ty, kush je ti?" Ajo tha: "Unë jam Gjessassa." Ata i thanë: "E çfarë është El Gjessassa?" Ajo ju tha: "O njerëz, shkoni te ky burr i cili qëndron në tempull, sepse ai pret me padurim lajmet tuaja." Temimi tha: "Kur na tregoi emrin e një burri, ne u trembëm edhe pandejëm se mos ishte ndonjë shejtane. Pastaj ikëm duke nxituar dhe u futëm në tempull. Aty gjetëm njeriu më trup madh dhe më të prangosur që mund të kemi parë ndonjëherë. Ai kishte duart të lidhura bashkë pas kokës së tij dhe ishte i prangosur me pranga hekuri nga gjunjët e deri tek nyjet e këmbëve. Ne i thamë atij: "Mirë për ty, e kush je ti?" Ai u përgjigj: "Ju arritët të merrni të vesh për mua, prandaj më tregoni se cilët jeni ju." Ata ju përgjigjen: "Ne jemi disa njerëz prej arabëve që dolën në det të hapur me një anije, por na rastisi që deti të jetë i egërsuar, edhe dallgët na sorollatën sa andek të ndej për plot një muaj. Pastaj arritëm që të ndalojmë në këtë ujëdhes pranë ishullit tënd. Hipëm në varka, zbritëm në breg dhe hym brenda në ishull. Përpara na doli një kafshë leshatore dhe me shumë qime, saqë për shkak të qimeve të shumta nuk i dallohej dot pjesa e përparme nga ajo e pasme. Ne i tham: "Mirë për ty, kush je ti?" Ajo na tha: "Unë jam Gjessassa." Ne i tham: "E çfarë është El Gjessassa?" Ajo na tha: "O njerëz, shkoni te ky njeri i cili qëndron në tempull, sepse ai pret me padurim lajmet tuaja." Ne erdhëm duke nxituar tek ti. U trembëm shumë prej saj dhe u friksuam se mos ishte ndonjë shejtane. Ai u tha atyre: "Më tregoni për palmat e Bejsanit." Ne i tham: "E çfarë kërkon të dish rreth tyre?" Ai u tha: "Unë dua të më tregoni për palmat e këtij vendi. A prodhojnë akoma fryte?" Ne i tham atij: "Po." Ai tha: "Ato së afërmi nuk kanë për të prodhuar më fryte." Pastaj vazhdoi: "Më tregoni për liçenin e Taberijes." I tham: "Ç'kërkon të dish rreth tij?" Ai u tha: "A ka ujë në të?" Ata i thanë: "Ai ka shumë ujë." Pastaj ai tha: "Së afërmi uji i tij do të shteret." Dhe tha: "Më tregoni për burimin Zugar." Ata i thanë: "Çfarë kërkon të dish rreth tij?" Ai u tha: "A ka në të ujë dhe a vazhdojnë banorët e rreth tij të i vadisin të mbjellat e tyre me të?" Ne i tham: "Po, në të ka shumë ujë dhe banorët e rreth tij vazhdojnë të mbajnë të mbjellat e tyre me ujin e këtij burimi." Ai u tha: "Më tregoni për pejgamberin e analfabetëve dhe se ç'bëhet me të." Ne i tham: "Ai ka dalë prej Mekës dhe tani ndodhet në Jethrib." Ai u tha: "A kanë luftuar arabët kundër tij?" Ne tham: "Po." Ai u tha: "E çfarë ka bërë ai me ta?" Ne i treguam: "Ai ka triumfuar mbi arabët që e rrethojnë dhe ata tashmë janë bindur dhe janë nënshtruar atij." Ai u tha atyre: "Vërtet ka ndodhur kjo?" Ne i tham: "Po." Ai tha: "Kështu është më mirë për ta, që ti binden atij. Tani unë po ju tregoj për veten time. Unë jam Mesiu, dhe së afërmi mund të më jepet leje për të dalë dhe do të dalë. Kur të dalë, do të thojë nëpër tokë dhe nuk do të lë asnjë vend të saj pa shkelur brenda 40 netëve, përveç Mekës dhe Tajbes, sepse më është ndaluar hyrja në këto dy qytete."
Sa herë që unë do të mundohem të hy në njërën prej tyre, më del përpara një melek me shpatë në dorë dhe më zbraps prej saj. Në çdo gryk të saj ka melek që e ruajnë atë. Më pas Fatime bint Kajsi, transmetuesja e hadithit, tha: pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qëlloi me bastunin e tij në minber dhe tha: "Kjo është Tajbe, kjo është Tajbe, kjo është Tajbe." Ka për qëllim Medinën. A nuk u pa ta treguar këtë? Njerëzit e pranishëm i thanë: "Po." Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Mua më mahniti tregimi i Temimit, sepse ai përputhej me atë që unë ua kisha treguar juve më parë rreth tij, domethënë Dexhalit, Medinës dhe Mekës. A nuk është ai në detin e Shamit ose në detin e Yemenit? Jo, por ai është nga ana e lindjes. Ai është prej anës së lindjes dhe tregonte me dorë nga lindja." Atëherë Fatimia tha: "Këtë e kam mbajtur mend prej të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam."